Në Tetovo u formua komisioni për emërimin dhe riemërimin e rrugëve. Ky vendim i Këshillit Komunal ngjalli reagime të partisë LSDM dhe Levica, ndërsa VMRO-DPM u shpreh pro emërimit të rrugëve që nuk kanë emra, por kundërshtoi ndërrimin e emrave ekzistues. Edhe përkundër përplasjeve, grupi i punës u formua, ndërsa do të kryesohet nga këshilltari Albi Çamili. Nuk mendoj se do ketë ndonjë problem se e thash, riemërtimi i rrugëve të Tetovës do të pasqyrojë realitetin qytetar, karakterin urban, historinë, identitetin e Tetovës dhe nuk mendoj se do të kemi ndonjë mosmarrveshje. Kryesisht do kemi të fokusuar tek rrugët që nuk kanë fare emër, por edhe emrat e rrugëve ekzistuese do ketë padyshim ndryshim. Këshilltari i Aleancës Kombëtare për Integrim në komunë Arlind Murtezani kishte kritika ndaj shumicës së këshilltarëve. Emërova si antar i komisionit për riemërtimin e rrugëve, ku do të ketë edhe ndryshime përveç emërimeve të cilet janë caktuar, për shkak se nuk e lidhen asgjë Tetovën me rrugët si JNA, Marshall Tito e kështu me radhë. Do kërkoj që të ndryshohen këto rrugë. Po në këtë seancë më e rëndësishme ishte se shumica demonstroi fuqinë e saj, duke përjashtuar nga salla mua si këshilltar, duke u munduar që mos ma jap fjalën të cilën më takon dhe kam obligim. Dhe kryetari i Këshillit së Bashku me shumicën e prunë një vendim të tillë, duke u arsyetuar për atë se bëjmë shkelje të procedurës të Këshillit. Pasi siç tha, kryetari nuk u jep fjalën këshilltarëve. Aktualisht në Tetovë janë gjithsej 265 rrugë, prej të cilave 111 janë me emra, 113 me numra dhe 41 nuk kanë as pak emër.